Austria konfirmon në Eurovision 2026 pavarësisht bojkotit disa vendeve. Do bëhet. Kur do shpirti të këndoj, Si mori ham of this. Po dakord jam me këto shumë mirë, le të bëhet Eurovisioni, pavarësisht se do e bojkotojnë, ku diun 10 vende, le të bëhet Eurovision, mund ta ndalosh. Siguran më shumë duket se 10 vende që. Po s'bëri 12, Në fakt po pa gjumë po rinin për të Austrinë, fakt. Do jetë më qejf pa Austrinë, guys. Shikoj syt tu, keq fare. Unë jam me vendet që bojkotojnë Eurovisionin, madje unë mendoj të shkrihet Eurovisioni. Pse? Çështja është që mua më shqetëson fakti që Eurovisioni ndikon shumë në festivalin e RTS-së. Më duk, ose të paktën e kam unë si Po, është vërtet që ndikon shumë. Që të gjithë këngëtarët në RTS shkojnë me qëllimin të shkojnë në Eurovision. Jo të bëjnë një këngë të bukur apo. Jo, ka shumë të drejtë Besi dhe në gjykim, edhe pra kur dalin këngët në rrjetet sociale, njerëzit e gjykojnë këngën si për Eurovision. E bukur është kjo, po s'do shkonte në. Bën për Eurovision. Po, s'ka shumë idiotësira brenda, s'ka për të ecur. Sa më weird do të jetë. Kështu që të digjet.